A e keni vrejt që Ballon d'Orin gati kur nuk e fitojnë mbrojtësat? Why? E pse? A vlen gollat e asistet ma shumë se një ndërhyrje që nështë të apshton këtë lojën. Mbrojtja është shpesh raporti më i rëndësishëm i futbollit, se në fund ditës sulmues të fitojnë lojën, po mbrojtësat ta fitojnë kampionatin. E kur nuk e merr gol, më e keqja që mundet me ndodh është barazim 0-0. Edhe shumicën e rasteve bashkë mbrojtësat janë liderët e fushës. Ata që e shtin kokën aty ku tjetri zguzon me shtia s'komën. Ata bojnë ndërprerje kritike, i heqin topat nga vija e portës, mbyllin hapësirat që shumica as nuk i shohim, e shpesh e shpëtojnë ndeshjen me një lëvizje të vetme. Po problemi është te statistikat. Sulmues kanë golla, asistime e highlighta që shihen gjithkund. Mbrojtësat nuk kanë një kolon dukshme për sa herë ka pshtu ekipin pe gollës ose sa duele vendimtari ka fitu. E për këtë arsye, në historinë e Ballon d'Orit veç pak herë ka ndodhur që një mbrojtës me fitu këtë trofe. I fundit që u kanë është Fabio Cannavaro në vitin 2006 pas kupës botës me Italinë, që pra asaj kohe asnjë mbrojtës tjetër nuk e ka fitu. Edhe kur ishin afër, ju ka ik për pak. Në vitin 2019 Virgil van Dijk u kanë shumë pranë me një diferencë shumë të vogël kundër Lionel Messit. Po, ekzistojnë edhe çmime për mbrojtësa, si Defender of the Season, Champions League ose çmimet e ligave, po ato kur s'kan me pas peshën edhe famën e njëjtë si Ballon d'Ori. Tash, a duhet më kriju një Ballon d'Or veç për mbrojtësa, ku matën sanet që i bojnë ma unike, apo është ma mirë me mbet kështu edhe me pranu që lavdia pothuajse gjithmonë shkon te golashënues. Edhe ti mos harro me bë follower banë FM, subscribe në YouTube.